Sot në studio jemi me Eduard Bardhin. Eduardi është gazetar, poet dhe studiues. Eduard, mirë se erdha. Faleminderit, kënaqësi për mua, Klea. Dua ta nisim pak me aktualitetin. Si shikon protestat? Kemi parasysh, sot që ne flasim, Shqipëria ka kaluar 45 vite komunizëm nga 45 deri në 90 dhe me të vërtetë ka qenë një periudhë e tmerrshme me censurën, me ideologjinë, me shtypjen e fjalës së lirë dhe kam përshtypjen se sot shqiptarët nuk duan që të kalojnë në të njëjtën periudhë errësire siç ishte periudha e komunizmit dhe ndoshta kjo ka qenë nga arsyet e forta të cilët ata janë çuar dhe kanë krijuar këtë revoltën e madhe që dalin çdo ditë në protest dhe në gjithë historinë e Shqipërisë nuk është krijuar ndonjë protestë me përmasa dhe parametra të tillë dhe vlen të përgëzohet kjo situatë. A mendon se do vazhdoj protesta? Kam përshtypje se derisa të marrin përgjigje pozitive, do jenë akoma rezistent. Edhe sa mund të vazhdoj? Këtë nuk e di, mbetet për të parë. Pa mendon se me këtë protestë paqësorë do t'ja arrin qëllimin protestuesit? Mendoj që edhe pse është një protestë paqësore, ka arritur disa merita. Ndër meritat e përmendëm më parë që është rezistenca. Më pas një protestë me të tillë përmasash nuk ka figuruar më parë në historinë e Shqipërisë, por derisa ky lajm ka shkuar deri në mediat botërore dhe më tej kemi marrë disa reagime nga eurodeputetët dhe nga Parlamenti Evropian, ka pasur parashikime të mira. Ti vetë ke protestuar? Kam qenë pjesë e protestës disa ditë, me sa kam pasur mundësi, por angazhimet e tepërta më kanë e presim të këtë pjesë? Po. Okej. Edhe herë, më bëj pyetjen. Ti pjesë e protestës ke qenë vetë? Kam qenë disa ditë, me sa kam pasur mundësi, sepse angazhimet ndonjëherë dhe nuk ta japin këtë komoditetin e mundshëm. Ndihesh keq që nuk je prezent nga fillimi deri në fund? Nuk jam fizikisht, por shpirtërisht gjithmonë jam aty me protestuesit. Cila është gjëja që të ka lënë pa fjalë nga kjo protestë? Marshimi, njerëzit e shumt, lënia e kafes dhe marshimi për protestë dhe çdo gjë tjetër të cilët e ka bërë këtë protestë funksionoj në të tilla parametrash. Meqense ti je poet, si të duken pankartat? Një nga gjërat që më ka befasuar në vërtet me këtë protestë janë pankartat, janë le të themi në thojza meme të cilët janë bërë, shumë komike, shumë qesharake dhe vlen për të vlerësuar nga çdo kush të cilët ka marrë idenë dhe i ka realizuar ato. Në të njëjtën mënyrë me meme e ka kthyer edhe kryeministri Edi Rama. Çfarë mendimi ke për këtë? Nuk dua ta diskutoj fare këtë pjesë. Një mendim do japësh ti? Për kryeministrin Rama, t'jap dorëheqjen. Do ta jap? Besoj se po. Ai ka thënë që nuk e jep. Nëse protestat të vazhdojnë me gjithë ritëm dhe me gjithë rezistencë, nuk ka zgjidhje tjetër. Unë s'mendoj se do ta jap, mendoj se është shumë e vështirë. Le të mbetet për të parë këtë pjesë. Po një poezi për kryeministrin Edi Rama ke shkruar? Nuk kam shkruar, por nëse do shkruaj poezi për kryeministrin, do jetë ndoshta me të njëjtat tona siç ka bërë Mimoz Ahmeti. Si për shembull? Ai është plotësisht gomar. Nga lëndi frymëzimi yt për të bërë poet? Klea, takimi poezinë është takimi me shpirtin dhe në momentin e parë që njeriu ka takuar shpirtin e tij, ka takuar edhe vargun poetik. Ndryshe nga gazetaria, nga ana ime profesionale dhe nga ana ime studimeve, poezia është subjektive. Në moment që njeriu është i pingarkuar me situatat e ditës, e tjerë me radhë, merr një laps dhe një letër dhe nis të shkruan. A ka pasur ndonjë poezi që akoma të ngjall emocion kur e lexon? Është e vështirë të dallosh poezinë nga njëra tjetra, por secila prej tyre ka muzën e saj, ka frymëzimin e saj, ka emocionet e saj dhe patjetër ka poezi të cilat të ndjekin nga pasi hije. Cila nga ato është? Po ka disa prej tyre, është Shtëpia e babait, është Fjala mall, dhe ka një sër poezish në fakt. Është Fjala mall. Është Fjala mall, është ndoshta një nga poezitë të cilët i përkon më shumë vëllimit tim poetik, titulluar Malltretja. Në fakt kur e botova librin, shumë prej tyre u habiten me këtë titull. Nuk gjendet në fjalorin e gjuhës shqipe, është një kompozim nga ana ime. I gjeta dy terma të shpërndar nga një tjetra, malli dhe tretja dhe i kompozova, krijova një kompozim Malltretja. Çfarë do të thotë ose çfarë do të arrijmë të kuptojmë me këtë titull, kemi të bëjmë ose kemi fjalën për të arritur tek lexuesi persona të cilët treten nga malli. Tre komponentë kryesorë të cilët unë kam derivuar në vëllimin poetik është dashuria,
njeriu edhe jeta. Unë mendoj që njeriu është i barazvlefshëm me kushtet e ujit. Ndonjëherë është si akull i ngrirë, ndonjëherë i rrjedhshëm si uji, e ndonjëherë avullon, shkon deri tek kret e nesër në natë kthehet në vesë mëngjesesh. Ti je tretur nga malli? Secili për nesh mendoj çdo njeri i mungon dikush. Ka mall për dikë, për një kohë. Kush të mungon ty? Mendoj që secili për nesh do të flas në mënyrë universale, jo vetëm në intertekstin biografik. E kemi një person të humbur në jetë. E kemi një kohë të kaluar që neve na mungon, e kështu me radhë. Ti për kë ke mall? Për shumë gjëra. Për Për çfarë? femërinë time, për kohën e kaluar, për njerëzit e dashur që si kemi, e kështu me radhë. Po për ndonjë dashuri të humbur. Edhe për ato, Momentalisht si ja? të gjitha për njeriu janë. Momentalisht je i dashuruar. Do shkruash në një Jam i poezi plotësuar. për dashurinë. Jam i plotësuar, kam shkruar poezitë për dashurinë. Mendoj që dashuria është çelësi universal për çdo dyert të jetës. Kam shkruar poezi për dashurinë. Shkruaj dhe do të shkruaj gjithmonë. Sa bazohesh ti tek jeta jote, tek ndjenjat e tua në momentin që shkruan një poezi? Letërsia është fiction, nuk është pasqyrë e realitetit. Jo vetëm unë, por besoj të gjithë autorët dhe poetët që shkruajnë bazohen në ngjarje të ndodhit vërteta. Dhe unë në krijimin e kësaj vepre poetike, e kësaj lëndë poetike, jam bazuar të njësër ngjarjesh dhe ndodhish të cilat kam kaluar në jetën time. Dhe dashuria gjithashtu. E ndërto po. Mund na thuash disa rreshta që ke shkruar për dashurinë? Është një poezi që e kam shkruar në grekisht, e kam titulluar Kan nga e lumit. Është e shkurtër, por mendoj që ka shumë derivate dhe dekodime për të arritur kuptimin që unë kam dashur në fakt ti përcjell lexuesit. Dhe lumi lëshon të zë, me padurime të kallëzu, syç ka i kishin pa për të hujet në atë vend një copet për në dy. Ka është poezia. E dua dhe unë jetën time një djalë poet që të më dedikoj kështu lloj poezish. Uroj ta gjesh. A thua? Uroj. A do të gjej apo jo? Po kjo është në dorën time. Nëse ti do më dedikoje mua një poezi, cila do ishte ajo? Le të mbetet për herë tjetër kjo. Nëse do kishit mundësi të heqni dorë nga njëra, gazetaria dhe poezia, kë do zgjidhni dhe pse? Mendoj, gazetaria është objektive, do të thënë, do shkosh atje, do bësh punën e tjerë me radhë. E përmendem më parë në raport me poezinë, sepse takimi me poezinë është takimi me shpirtin dhe ku ka më bukur se njeriu të takojë shpirtin e tij poetik. Me shumë vështirësi do zgjedh poezinë. Cila është plaga shoqërore që mendoni se poezia mund të prek më fort se sa gazetaria? Është interesante se ka ngjarje të cilat gazetaria i zbardh dhe poezia i përshkruan ato me vargje. Dhe ndonjëherë situata që njeriu humb në jetë, humb njerëzit, dhe kjo situatë kthehet në dhimbje, nga dhimbje kthehet një vepër poetike. Më kujtohet tashmë një nga leximet e mia që kam bërë mbi letërsinë botërore, më kujtohet Tolstoi, teksa thot më dhuroni një dhimbje, a unë t'ju fal një kryevepër. A ke pasur ndonjë rast kur ke bërë ndonjë lajm, ke raportuar dhe më pas e ke krijuar në poezi? Ka pasur, është e vërtet, ka pasur, edhe më lejo ta përmend ka qenë rasti i Martin Canit. E ke bërë poezi? E kam bërë poezi. Dhe lexoja me shumë kënaqësi, por nuk e kam tashmë. Okay. Nëse do t'i lexoni një poezi një njeriu që nuk ju njeh, cila do ishte ajo? Është e vështirë të ndash poezi dhe të thuar se cila ka më shumë rëndësi dhe cila jo, por do lexoja nga poezitë e mia që i dedikohet dashurisë. Ka tip i dashurit ti? E përmenda dhe më parë që dashuria është çelësi universal për gjithë dyert e botës. Kështu që sa herë në jetë dashuron njeriu? Aq herë sa janë ndjen shpirti. Ty sa herë ta ka ndjerë shpirti? Aq herë sa kam dashuruar. Sa herë ke dashuruar? Le të rrim tek ndjenja më mirë se sa tek numrat.
E paske kur bëhet fjalë për dashurinë ose të shkuarën tënde, e paske shumë problem që të flasësh. Cila është arsyeja? Sepse janë gjëra personale dhe duhet të qëndrojnë brenda kornizave. Ta bëra dhe më parë një pyetje që s'mora përgjigje konkrete. Je i dashuruar momentalisht? Jam i dashuruar momentalisht, jam i plotësuar, i lumtur, i dashuruar. Jam. Çfarë të bën ty të dashurosh? Çdo gjë që më bën të ndihem mirë. Do me thënë nuk je nga ato tipat që pamja. Çdo gjë që më bën të ndihem mirë, klasifikohet dy pjesë e dashurisë. Për shembull, unë nuk mendoj që dashuria nuk ekziston. Është mendimi yt? Ekziston? Ekziston patjetër. Kush janë autorët ose poetët që të pëlqejnë më shumë dhe të kanë frymëzuar? E ke fjalën për letësin botërore apo shqipe apo nuk ka rëndësi? S'ka rëndësi. Fakt ka shumë. Do përmendja Dostojevskin, Hugon, Tolstojin, do përmendja e letësia shqipe Kadaren, Zef Zorbën, Martin Camaj, do përmendja Migjenin, ashtu Kolicin, do përmend gjithashtu Recep Çosjan, Mihal Hanxharin, Robert Priftin, autorët e letësisë 45-90, kjo kryesisht. Cili ka qenë personi i parë që të kam mbështetur? Familja, kryesisht ime motor. I lexojnë poezitë tua? Patjetër. E prisje ti që këto poezitë tua do jenë shumë të vlefshme për të gjithë ato që i lexojnë? Edhe ka ardhur ndonjëherë një koment që pas leximit të poezisë tënde e ka bërë ta shikoj situatën ose botën ndryshe ose të ketë ndjesi të tjera? E drejt, ka pasur në fakt. Botimi një vepër poetike në fakt e tremb një poet, se nuk e di si të pritet, si është receptimi tek lexuesi, sa do arrit tek lexuesi e të tjerë me radhë. Ideja është e tillë, kur boton një libër, ne nuk e njohim lexuesin, ose pak e njohim dhe shumë nuk e njohim. Dhe në momentin të cilët një lexues merr një libër, merr librin tënd në dorë, nuk e di se në cilën faqe do ta hap. Dhe ne mundohemi si shkrimtar, kam fjalën, mundohemi që çdo poezi apo çdo varg i shkruar në atë libër të ketë esencën e saj. Dhe kam pasur komente pozitive, kam pasur njerëz të cilët e kanë gjetur veten e tyre brenda këtyre poezive dhe jam tepër i lumtur për këtë pjesë. Kam pasur komente që shikon, do kemi një vëllim poetik të dytë, do të kemi një roman apo diçka tjetër. Romane do shkruash? Po shkruaj një roman në fakt. Po shkruaj një roman, jam drejt përfundimit. Po mendoj për mbylljen. Më pas është në dorë të redaktorit dhe për botim. Çfarë përmban romani? Nuk dua ta cek këtë pjesë sepse dua ta lë surprizë për lexuesin. Është diçka, mendoj se është diçka shumë e bukur. E vlefshme. Shumë e vlefshme. Çfarë poezish të tjera presim nga ty? Pas romanit mund të kemi edhe një vëllim tjetër poetik, ndoshta të Malltretja 2, por akoma jam në ato dallgët, le të themi, të paqarta, por do të mbetem një herë tek romani, të jap finalizimin dhe të arrij me sukses tek lexuesi. Po në poezi lidhje me tradhtinë do shkruash ndonjëherë? Me zhgënjimet? Se ti po flet vetëm për dashurinë, për... Shiko, ideja është e njeriu nuk tradhohet vetëm nga një marrëdhënie burr dhe grua. Njeriu tradhohet edhe nga një marrëdhënie miqësore, tradhohet edhe nga një marrëdhënie farfisnore, kështu me radhë. Njeriu zhgënjet nga shumë situata në jetë. Dhe ndoshta edhe mund të kem shkruar për situata që jam zhgënjur. Por patjetër nëse situata do jetë që jam i zhgënjur nga dikush, patjetër shkruaj një poezi. Ti shkruan vetëm ato çfarë ndjen ti? Atë çka unë ndjej, historitë të cilat dëgjoj dhe më bën shumë përshtypje dhe i shoh të arsyeshme t'i kthej në vargje poetike e të këtisoj. Falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që të kisha në studio. Edhe më lejo të komplimentoj për moderimin, diçka e shkoi këtë organike dhe faleminderit për këtë bisedë kaq të bukur. Falenderoj shumë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.